Gjithçka gati për fillimin e ndeshjes. Liri Mjashari për shenj. Dhe shohim tani këtu gabimin e portierit, goditja për 1-0. Por ka prekje të topit me dorë. Goditja me kokë, shtylla. Shpoton tani Dukagjini pas gjojtjes me kokë të jashtë. Tentim një goditje mjaft e mirë, tepër e mirë nga Ardit Deliu. Korneri parë në ndeshje. Shohim edhe njerë. Markimi mirë, por jo dhe goditja. Me të vërtet ishte pozitë ideale. Marrin topin edhe njerë Mysaferët. Goditja tjetër! Shtylla pengullet tani shpëton Ballkanit. A ishte? E para shpina. Goditja me kokë dhe çfarë mundësie. Tjetër këtu për Dukagjinin, që të shënonte në sekondat e fundit të pjesës së parë. Qoftë këmbë në momentin e fundit, por ja tani mundësia këtu një gabim i madh te Dukagjini, rasti 100% e 1-0. Pozicioni ashtoje megjithatë. Pozicioni ashtoje minuta 48. Ka dhe një mundësi tjetër këtu për Ballkanin, i dal rasti me 1-0. E këtë herë gjithçka ka qenë në rregull. Minuta 58 realizon Almir Kryeziu. Me vërtet bukur e bën këtë aksion futbollistët e Isufi. Arkim në shtyllën e dytë, mjaft i mirë goditja me kokë. E lehtë. Rast ideal për Dukagjinin që të barazonte rezultatin. Pasim në kraun e majtë. Njëzët edhe njerë Kryeziu. Lëvizje mirë për Kryeziu. Goditja! 2-0! Minuta 75. Dhe mendoj që këtu mbyllët gjithçka. Me qenë se nëse shikohet kjo situatë më tepër do të thoja që goli duhet t'i shënohet. Mundësi tani këtu për një goditje. E për këto, për pak, nuk ka qenë fare larg. Rasti tjetër. Lëvizje mjaft e mirë. Goditja dhe pret edhe njerë Margono. Afër golit të tretë Ballkani përmes Serebes. Tjetër pasim për para. Nuk offside për momentin. Dhe çfarë rasti lëshon tani këtu skuadra e nuk shënon gol. Dukagjini për ballë Ballkanit, rasti për golin e tretë. Jo. Kap topin portieri Margono në momentin e fundit. Do të shkon në kuotën e 18 pikëve pas 9 ndeshjesh.